Kur shikohet nga larg, memoriali i dëshmorëve të Kaçanikut duket si njëri ndër më të rregulluarit në Kosovë. Por në pjesë të caktuara të këtij memoriali mund të hasen arkivole të hapura, beturina të grumbulluara, ndriçim i prishur dhe pllakat e betonit të dëmtuara rënd. Për gjithë këtë gjendje, Hajrosh Kurtaj, kryetari i shoqatës së veteranëve të Kaçanikut, e bën përgjagjës komunën. Nuk është në formën e dëshirueshme. Deri në këtë moment autoritetet komunale e angazhojnë nga një punëtor, po jo punëtor të rregull, që edhe në bazë mundësive buxhetore komuna nuk ka mundësi që nuk ka deri tash nuk ka pas mundësi që ta angazhojë një punëtor që të jetë në vazhdimsi, por edhe kjo është si pasojë që nuk është e mirëmbajtur sa duhet. Në një bisedë telefonike për Kallzo.com, zëdhënësi i komunës së Kaçanikut, Hajrosh Dullove, e pranon se për memorialin nuk ka një përkujdesje të përhershme dhe se atë e mirëmbajnë kohë pas kohë, sidomos në rastet kur ka ndonjë manifestim.